Ne s'kemi krizë juridike, kemi krizë politike. Dhe në këtë situatë edhe përgjigja do duhet ishte politike dhe zgjidhja do duhet ishte e tillë. Por nëse një gjë e tillë mungon edhe për një periudhë caktuar, unë besoj që duhet dikush që të merret edhe me një adresim drejtim gjykatës kushtetuese, siç e ka bën këtë rast AOK me mbështetjen e deputetëve të partive të tjera për çështjen e mënyrës së votimit. Presidenti është brenda kompetencave dhe prerogativëve të saj kushtetuese që ja lejojnë gjë të tillë. Unë kam kërkuar në takimin me të javën e kaluar që në zbatim të këtyre përgjegjësive të drejtohet gjykatës me pyetje kushtetuese. Nuk e di a do ta bëjë një gjë të tillë. Unë besoj që ajo vullnetin e ka shpreh që në një moment apo në një pikë të caktuar të kësaj vazhdimësie të blokadës ta bëjë një gjë të tillë, por nuk mund ta them një datë se kur e bën një gjë të tillë zonja presidente. Unë besoj që ne duhet me i dhonë përgjigje politike. Këto situata shumë e thjeshtë, për 24 orë mundet me u konstituu kuvendi edhe qeveria nëse Albin Kurti dhe vetë vendosja tërhiqen prej Albulena Haxhiut, sepse nuk është ajo më e rëndësishme se 1 milion qytetarë që kanë votuar me 9 shkurt.